Lezhë u kthye këtë 2 mars në qendër të kujtesës historike mbarkombëtare me rastin e 502 vjetorit të beslidhjes së Lezhës, ngjarjes që hodhi themelet e bashkimit politik dhe ushtarak të shqiptarëve përballë Prandërisë Osmane. Ceremonitë përkujtimore bën bar drejtues institucionesh, përfaqësues politikë nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Arbërisht Italisë, të cilët i dhanë për vjetorit një dimension gjithshqiptar. Aktivitetet nisën me omazhe dhe vendosjen e kurorë me lule pranë obeliskut të beslidhjes, me pas u bë marshkimi simbolik drejt sheshit Gjergj Kastrioti, duke rikthyer në vëmendje rrugën e historisë dhe rëndësinë e trashëgimisë që Lezhë mbart në identitetin kombëtar. Kryetari i Bashkisë Lezhë Pierre Ndreu theksoi se beslidhja e Lezhës megjithatë sot një thirrje për reflektim dhe bashkim duke vënë theksin e domosdoshmëria për të kapërcyer ndasitë mes shqiptarëve. Të përulemi me nderim dhe respekt para kujtimit dhe veprës së Gjergj Kastriotit dhe prizëve shqiptare që për te interesa vetjake vun kombin detyrën e shenjtë të mbrojtjes së tij nga pushtuesit otoman. Kuvendi i Lezhës na mëson se momente vendimtare duhen qartësi dhe guxim, vendime të drejta, prioritete të qarta dhe bashkëpunim real. Në sytë e sotës, 2 marsi nuk është thjesht një kujtim, por një mesazh, një reflektim dhe përgjegjësi që na kërkon të mos përqahemi për interesa të vogla, të mos e përdorim historinë vetëm për kënaqësi simbolike, por ta kthejmë në një përkushtim ndaj komunitetit që aq shumë pret nga ne. Për vjetori i beslidhjes u përshëndet dhe nga personellet të larta politike të rajonit me styret të Talat Xhaferi, Përparim Rama dhe Ulsi Manja, të cilët vlerësuan rolin historik të Lezhës në historinë e kombit shqiptar. Sot përngjan situata me atë që dikur të ndarë në Principata, sot si pasojë e disa konferencave ndërkombëtare na kanë ndarë në disa shtete përreth. Për atë arsye mendoj që udhëheqësit përkatëse do duhet të bëjnë një beslidhje të re për të mund që të përgjigjen kohës e cila po na pret për të ardhmen. Beslidhja ishte marrëveshja për koordinim ushtarak, për diplomaci të përbashkët, për përgjegjësi të bashkëndarë. Bashkimi nuk ishte imponuar, ishte zgjedhje e ndërgjegjshme, ishte vetë shtetëformimi në embrion. E ky është thelbi i atij 2 marsit të largët. Bashkimi nuk ndodh vetvetiu, ai ndërtohet me vendim. Dhe kjo është arsyeja pse Lezhë nuk është thjesht qytet i kujtesës, është qytet i vizionit. Beslidhja e Lezhës ishte më shumë se një aleancë politiko-ushtarake. Ishte një akt i lartë përgjegjësie kombëtare. Ishte momenti kur interesi i Shqipërisë u vendos mbi interesin personal dhe mbi ambicjet e çastit. Ky është mesazhi që na flet edhe sot. Sfidat tona sot janë tjera. Sot nuk na kërkohet të luftojmë me shpata, si 582 vjet më parë, por me reforma të thella, me ekonomi konkurruese dhe me institucionet forta e të besueshme. Veprimtarit përkujtimore vijuan në sheshin Gjergj Kastrioti me aktivitete kulturore dhe artistike, përfshi pronarinë e artizanatit dhe një koncert muziko letrar që solli në vëmendje figurën dhe veprën e heroit kombëtar.